Përshëndetje Frosher, mirë se vjen podcast. Ju jeni njohur si aktivist, deputet, figurë që shpesh nxit diskutimin publik. Një pushtet konsistent i majt, domethënë prej mas luftës Kosova nuk ka pas asnjëherë pushtet majt. Arsimi publik, shëndetësia publike, përgjithësi shërbimet publike, pensionet, synon me i shpall luftë mediave, me i shpall luftë sistemi drejtësisë. Ekzistojnë partitë e majta dhe djathta. Unë nuk besoj që sistemi kapitalist është zgjidhja e duhur për botën. Kush janë të majtët edhe kush janë djathtët? A ka një rrezik kur një parti politike bëhet vetëm antidikujt? Ka njëherë nuk mjafton veç me fol kundër, e duhet me qenë më i qartë edhe në çka je pro. Sa më shumë treg i lirë, aq më shumë zhvillim. Problemi është që çaj tregu i lirë që na do këtë neve që është i lirë nuk është bash i lirë. Kapitalizmin duhet me zëvendësu. A beson që njerëz që fitojnë më shumë, duhet me kontribu më shumë? Nëse i shitkoni në qeveri, a i shkon sa një parë që ju e kishit bo? Kur rinia nuk përfshihet, a është mungesë perspektive sa mungesë besime? Domët që ja bojnë shoqënisë edhe mos me pas reagim. Cili model qeverisës është më i mirë? A ka diçka që njerëz nuk e kuptojnë siç duhet për ty? A ka ndaj sen sa dush, po mendoj, a ka ndaj sen që e kuptojnë. Fillimisht u dënuat me 8 vjet burgim, por më vonë gjykata e apelit anuloi vendimin dhe ju liroi nga akuza për terrorizëm. Kjo është shumë politike, s'është veç personale. Po drejtësia s'ka çare pa në vend sepse